Zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Fest Show muzikor nga Fjodora Fjora. Në Fest. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Fest në ekranin e Radio Televizionit Publik Shqiptar, si çdo të diel pasdite jemi këtu me ju. Do të flasim për muzikë, do të kemi si gjithmonë një quiz muzikor i cili sjell momente vërtet të veçanta të muzikës që ne kemi dëgjuar në vite. Këtë vit, duke qenë se jemi ende në njohonën e Eurovisionit, kemi vendosur që këtë mbrëmje të sotme t'ia dedikojmë pikërisht këtij aktiviteti kaq të madh që bashkon së bashku shumë shtete dhe shumë rryma muzikore. Çfarë kemi bërë? Duke qenë se i kemi të freskëta këngët e fundit, kemi përpjekur të kemi në quizin ton muzikor disa prej këtyre këngëve, disa nga hitet që kanë hyrë tashmë në mendjen e njerëzve, por kemi vajtur edhe shumë vite më pas, sepse ka shumë hite, shumë këngë të cilat na kanë mbetur në memorie, që në momentin që Shqipëria filloi të bëjë pjesë e Eurosongut dhe sigurisht kemi pasur një vëmendje më të madhe për të qenë të vëmendshëm për të kuptuar se kush do të ishin tendencat, ata që do të fitonin, këngët që nuk fituan por që ngelen në mendjen e publikut, e plot të tjera si këto. Dhe si gjithmonë, unë e nis me bendin tim dhe Arsi Bakun, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Kënaqësi që ju kam edhe këtë të diel, Geri, çunat. Dhe sigurisht gjithmonë bendi jon vjen me 3 performancat që do të jenë përgjatë mbrëmjes së sotme, janë performanca që i dedikohen pikërisht temës që ne përzgjedhim për mbrëmjen. Fillojmë njëherë duke prezantuar skuadrat dhe miq që më kanë nderuar në këtë mbrëmje të sotme. Është moderatore Mikeshe Imja, është pjesë e ekranit të Radio Televizionit Publik Shqiptar, zonja dhe zotrinj Doreada Mio, kapitene e skuadrës së parë. Përshëndetje Ada. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta në Fest. Faleminderit, mirë se erdhe. Ada, ç'bëhet? Si po shkon puna? Mirë, si fund sezoni. Këtë doja të pyesja, ka nisur vapa pa moralin lart. Problemin çik me të ftuarit, dhe gjithë vim tani dhe vështirësohemi, një është me pushime, një ka një aktivitet, një marton motrën. E kështu, vapa ka ngjarje të ndryshme. Do të shkoj me njëherë, ati e kapitene e skuadrës së parë, do të shkoj te kapitenja e skuadrës së dytë, gjithashtu nga ambientet e Radio Televizionit Publik Shqiptar, Klaudia Morata, përshëndetje, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam këtu. Është kënaqësia imja, mirë se ju gjeta dhe mendoj që do kënaqemi shumë sot. Se këtu? Çfarë të mund ta mendosh ti? Unë mendoj se duke njohur edhe ndoshta për teleshikuesit që nuk i ka njohur akoma, po unë e njoha grupin tim, skuadrën time, dhe mendoj që dhe kuptove që janë ambiciozë dhe janë të përgatitur, po ti nuk e di se kë ka skuadra e dytë, kë ka skuadra e dytë, ai është shpirti i këngës, i muzikës, i qefit, sepse ne sa herë që ai thotë kemi fest, lumturohemi të gjithë. Dhe sot më kanë nderuar në Fest për të dytin herë përgjatë këtij sezoni zonja dhe zotrinj Eraldo Rexho. Përshëndetje Eraldo. Mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Unë jam gjithmonë gati për festa, kështu që ftesës në fest nuk e them dot jo. Si ke qenë? Jam shumë mirë. Ende e kam atë ndjesinë e ditëlindjes tënde dhe tërë muzikës së bukur dhe shijes. Kam idenë që do kemi festa të tjera plot në ditët që do vinë, se kur bëhet nxehtë ka më shumë arsye për të festuar, kështu që fest kombëtar është kthyer ditëlindja dhe qefi do dekretohet logikisht. Ta kanë shumë atë qëllim kemi. Kështu do të shkojmë te një tjetër i ftuar që vjen në skuadrën time të majt, ai është aktor, është një mik i imi, njihemi prej vitesh. E kemi përmendur këtu në fakt në emision për filmat që ka bërë, për ngjarje të ndryshme. Sot është konkurrent, pjesë e panelit tim, ai është një aktor shumë i njohur, zonja dhe zotrinj Neritan Liçaj. Përshëndetje Neri. Faleminderit për ftesën në Fest. Tamam në fest. Mirë. Ti? Ti po shkon me teatrin, me filmin, ku jemi tani, çfarë po merresh? Tani është pak a shumë mbyllja e sezonit. Mbyllëm 2 shfaqje, një te kombëtari, një te eksperimentali, që u bën 2 muajt e fundit, ngjyrimi i filmi, edhe fillojmë edhe tani fillojnë dhe këto festivalet e verës, kanë përshtypjen keni pjesëmarrje? Po, përgjithësi edhe në botë, kur fillon çelet koha, njerëzit pastaj dalin për një birë teatr, mbyllen dhe dalin edhe ato në për turnera kryesisht. Shumë mirë. Ti do të kesh në një festival, kush është ai Korçë? Po, është një që është tani, domethënë. Tani shpejt. Sa shpejt? Dea Film Festival. Okej, shumë mirë. Me cilën nga shfaqje do t'jeni? Me cilën nga shfaqje? Është film, është festival filmi. Okej. Jemi në festival filmi, shumë mirë. Po me teatrin? Teatri pastaj zakonisht festivalet ne kemi shtator. Fillon me Koko Festin e tjetër. Po, pra kisha përshtypjen se Koko Festi ndaj mes gushtit edhe shtatorit. E përshëndesim Zamirën,
dhe e duan fort dhe me gjithë përpjekjet e mëdha që bën për Kokofesti që me të vërtetë ja ka dalë. Mirë, shkojmë tek një tjetër e ftuar. Faleminderit mirë se erdhe Almira Laçi, gazetare në Radio Tirana dhe autore e podcastit 99 pyetje. Pse 99 deri në 100? Po se 99 ka një simbolik brenda saj, jo vetëm për të etiketuar ndryshe personazhin, që në këtë moment ti e konfiguron, duke e quajtur pak si 99 në thonjë. 99 që është shprehja, shike 99. Nuk është ky motivi dhe nuk është ky fokusi i përzgjedhjes numrit. Pra gjithmonë 99 është që ka diçka tjetër akoma, ne lëm të hapur, sepse 99 ka disa simbolika të tjera që Jo, jam ne shqiptarët si përdorin këtë shprehje, ai është 99. Po pra pikërisht për këtë fakt, sepse 100 është e plot, ndërsa 99 ka edhe ca shtonin pikë pyetje. Ti në fakt së fundmi sapo ke prezantuar edhe një libër tëndin. Në fakt sot është një fest që do t'i parapri festës së nesërme. Pra nesër zyrtarisht do bëj dhe festën personale të publikimit të librit, që përkon edhe me numrat. A mund të thuash diçka? Çfarë flet ky libër? Libri është Anafora në shtratin e numerologjisë. Nëse kuptohet nga titulli, Shiko, numerologjia është një fushë e cila në fakt ndikon shumë në jetën njerëzve dhe ka shumë nga ata që janë të fiksuar pikërisht me këtë. Ti Po, dhe fundi gjithmonë më shumë po lëvërohet edhe takoj njerëz që më thotë cili është numri yt. Domethënë ka një kuriozitet të shtuar sa i takon numerologjisë, simbolikës që fshihet pas numrave, kështu që Almira je e pasionuar apo je studiuar? Kemi të përditshëm. Është një gërshetim midis krijimtarisë personale edhe hulumtimit edhe studimit gjatë. Pra nëse unë nuk mund të pretendoj që jam kompetente në numerologji, sepse edhe ajo çka kam eksploruar dhe është tjelluar në këtë produktin tim është një farë forme e mbledhur nga shumë fusha të ndryshme. Është astrologjia, është mitologjia, astrologjia nëse e citova feja në bazë shumë të madhe, pra ka një gërshetim. Ka shumë gjëra që hyn aty brenda. Kurioze jam, do ta shohim patjetër librin. Pastaj mbasi do të themi sa numra na ka emri, kështu që mbasi do mos edhe ai shtrati që më intrigoi mua. Mirë, do të prezantojmë edhe të ftuarën e fundit, e cila në fakt përmbyll këtë panel kaq të bukur të ditës së sotme. Ajo është ekspert e marketingu, merret me digital media. Zonja dhe zotrinj Egla Shkurti, përshëndetje, mirë se erdhe Egla, kënaqësi që të kam këtu. Egla Shkurta. Mos falenderojmë se janë dy. Kemi një Egla Shkurti tjetër, cilën e kemi mikesh dhe që është pjesë e teatrit kombëtar të Operës së Veletit, dhe të kemi edhe ty që vjen nga digital media dhe marketingu. Si shkon social media? Si duket ky marketingu digital? Është ajo industria që tani ka të bumin e vet në Shqipëri, ka shumë punë, ka shumë të reja, ka shumë dinamika. Ashtu është. Janë gjithë një nga digjeturi për bizneset. Mirë, le ta nisim me muzikë të bukur, e nisim gjithmonë me muzikë mbrëmjen tonë, më pas të hyjmë në garën tonë muzikore, le t'ja japim edhe një herë stafetën Arsi Bakus dhe këngës që ajo do të na interpretojë në këto momente është pikërisht kënga Fairy Tale nga Alexander Rybak, Norvegjia, fituese në vitin 2009. Le ta ndjekim. Zonja dhe zotrinj, nisim garën tonë muzikore në fest. Si mirë dhe shkem direkte tek loja jonë muzikore. Shpresoj të mos kemi njëri me sytë shikojnë si Lei Kraja, e cila më tha, unë shihja letrat e tua dhe kuptoja kush ishte përgjigje. Thash, Ne jemi të gjithë për syze ose me syze. sepse u stresova kaq shumë herën e kaluar se që kujtoja sikur dikush ja kishte dhënë pyetjen. E thash si ka mundësi që e di? E shifja tha atje ku kisha një që unë jam këtu tani. Mirë, tani po ju shpjegoj pak rregullat e lojës. Ju aty përpara keni një zile e cila shërben për të përgjigjur i pari. Kush i bie ziles i pari ka të drejtën të përgjigjet. Rregullat janë të thjeshta. Ju duhet të lejoni që alternativat të jepen, kështu që dhe njerëzit nga ekrani të kenë mundësi të bëhen pjesë e lojës. Dhe pastaj sa po të mbaroj alternativa e fundit, ai që i bie ziles i pari përgjigjet i pari dhe i lë radhën skuadrës tjetër për alternativën e vet. Ka dy momente bonus. Nëse nuk e gjen, gjithmonë. Nëse e gjen, fikon 5 pikë. Çdo lojë ka 4 pyetje, të cilat vlerësohen nga 5 pikë secila dhe në përfundim të çdo loje 20 pikë. Por ka 2 bonuse. Një ka të bëjë me performancë kërcimi dhe një ka të bëjë me performancë këngë.
Kështu që ti do këndosh, të këtu e kemi kuptuar mirë të këndon. Kjo është arsye pse vitëm. Dhe kush e fiton me njëri 25 pikë dhe 25 pikë mund shërbejnë që të kthejnë rezultatin. Kështu që jemi gati për garën tonë muzikore. Nisim me njëherë me lojën tonë të parë, është loja e fabulave për këngët që janë kënduar në Eurovision në përgjithësi. Pyetja e parë për këtë lojë është: kënga përfaqësuese e Greqisë në Eurovision 2025 ju dedikua. Alternativat janë Adheut, dashurisë, jetës, natyrës apo ndarjes. Dashurisë. Po ti bia kësaj. Gabim. Adheut. Përgjigje saktë. Grekët këndojnë vetëm për Adheun, Asteromata, kështu titullohet kënga, le ta ndjekim në këtë moment, është e vërtet, në fakt grekët janë me të vërtet shumë të dhënë mbas Adheut të tyre. Më vjen keq sepse Klaudia e di gjithë këngën, po nuk e la Egla që të fliste. Dhe mendova që me që se tha gabim, duhet direkt të thosh të parë po. E morën Adheu, E ke menduar mirë këtë do më rregull. Në fakt, unë kam ndjekur Eurovisionin këtë vit, po kam dhe një shoqe që e kemi gjysë greke, gjysë shqiptare, që çdo këngë që del në Greqi e kalon edhe këtë nga ne, jo në makinë që nis, kështu që më ka pëlqyer në fakt edhe kënga e Greqisë këtë vit. Megjithatë fiton 5 pikë skuadra e Doreadës. Nesër shkojmë tek pyetja e dytë, jemi 5-0. Pyetja e dytë është: çfarë e frymëzoi këngëtarin norvegjez Kyle Alessandro në këngën e tij Lighter? E dashura, motra, gjyshja, mamaja apo babai? Po ja fusem kohë. Jepi. Gjyshja. Gabim. E dashura. Gabim. Mami, të ti Mamaja! Po mire muri dhe o të mamin, për mamin gjithë. Po ishte Mamaja është frymëzimi i këngëtarit norvegjez Kyle Alessandro për këngën e tij Lighter dhe ne le ta kujtojmë. Ka një arsye, në fakt që duket një këngë ritmike dhe shumë e bukur, por në fakt ai ja dedikoi për diçka specifike. Mamaja e tij është diagnostikuar me kancer dhe kjo ka qenë arsyeja se ai i dedikoi një këngë në Eurovision. Mirë, nuk ka gjë, jemi barazim 5-5. Ne mbetim tek muzika dhe tek bukuria që fal ajo. Pyetja e tretë për këtë lojë ti e ke parë Song Contest? E kam parë patjetër. E ke parë? Mirë. Po kjo nuk. Po fabula. Ta themi ca këngë nuk të mbesin fare në vend. Ashtu, a? Kjo që do këndojmë ne për shumë nda tregojmë. Ka këngë që së mbesin në vend nuk. Po macchiato espresso për shumë. Ja bravo. Ja të shohim se kemi pyetje edhe për atë, të shohim. Mirë, shkojmë tek pyetja e tretë. Cila nga këto këngë ju dedikua dashurisë? Barabada Bastu nga Suedia, Bird of Prey nga Ukraina, Kiss Kiss Goodbye nga Çekia, Laika Party nga Irlanda apo Ishkom nga Finlanda? Po, mi den Kiss Kiss Goodbye. Kiss Kiss Goodbye dhe përgjigje e saktë. Çekia. Pas ka qenë dashuri që marrë. Një këngë kushtuar natyrisht Kiss Kiss Goodbye. Po kapusi. Se bada bada bus, barabada busu. Sa thonë për shumë, apo si din fabula dhe. Përbes atë suedise din, do ta shikoj, por ne shkojmë te kjo e jona njerë, kënduar nga Adonks. Është pikërisht kënga Kiss Kiss Goodbye. Mirë. Ka qenë një Eurosong këtë vit me këngë shumë ritmike dhe me performanca vërtet shumë të bukura, ose ne ishim shumë të frymëzuar nga Shkodra elektronike dhe shpresat i kishim të mëdha. Fakt kishin një këngë shumë të bukur. Ne kishim këngë shumë të mirë. Vjerë me të vërtet është nga ato këngë që s'do harrohet, do ngelet në mendjen e gjithëve dhe e kemi parë. Mirë, shkojmë tek pyetja tjetër. Pjesëmarrjet që shpresua më shumë në këto vite të fundit. Është vërtet në fakt, nuk e di se patëm një bindje të gjithë që mediat në kombëtare na gënjyen pak. Bën ca planifikime,
në nëzorën lartë, ishte në fakt. Janë bërë qikë politik këto. Kemi thënë gjithmonë që Eurosong është një politike madhe që varet nga shumë struktura, por tani nuk kemi që bëjmë. Ndoshta edhe nga popullsisë i votimit, i njerëzve që janë. Tani shtete me shumë njerëz ndoshta kanë më tepër mundësi për të votuar. Dhe edhe publiku mendoj që vota e publikut ishte tregues shumë i rëndësishëm për projektin e Shqipërisë. Pastaj votat e jurive besoj që patjetër. Patjetër politikat. Rrotullojnë njëri shteti ai tjetrit. Po ti shive slavët, për shembull, gjithmonë kanë më shumë vend, kështu vota. Sepse përkrajnë një Bullgaria, Maqedoni, po themi, e përkrajnë ata, se kanë instinktive tjere. Po s'ka të bëjmë cilësinë e këngës, ky është problemi. Shqipëra është gjithmonë për votën e saj me Greqin. Po, sigurisht. Se mos ndryshon. Një vit, jo fare, nuk. Ne po kjo ndikoni çik cilësinë e çmimit, ë? Ne kishim shumë qefta, por nese. Mbase vitin tjetër të shohim çdo nacion këtë festival, jemi 10 me 5 në lojën tonë të parë, shkojmë sërish tek një tjetër tematik. Franca këtë vit u përfaqësua në Eurovision me një këngë të dedikuar për dashurinë universale, nënën, vajzave dhe grave, universit apo depresionit. Përgjigje e saktë dhe nëna, mamaja, apo si do quajeni, ka qenë në zemrat e... Dy këngë deri tani për mamën. Nëna, që janë për nënën dhe për maman, se ku qëndron pushimi këtu. Ku ka si nono? Ku e Araldo, si pikë të dobët. Por gjithë botën nëna është nonë. Të gjithë e kemi nënën pikë të dobët dhe me sa duket ka qenë një nga temat më të kënduara në Eurosong këtë vit. Le ta ndjekim. Mirë, në përfundim të lojës së parë ne jemi barazim 10 me 10, jemi okej. Ka 4 pyetje keni gjetur nga 2 secili. Mbajeni afër atë zilën sepse jam e bindur që pyetja që vjen në vazhdim do të jetë një sfidë, kështu që unë ju ftoj të keni pak vëmendjen. Pyetja është: në çfarë vendi u rendit kënga Zjerm nga votimi Rest of the World? Vendi i dytë, vendi i tretë, vendi i katërt, vendi i pestë apo vendi i gjashtë? Gjashti. Gabim. I tretë. I treti e tha? Po. Gabim? I dytë? Kush është? Vendi 5. Po, hjep një. A moj, do flasin e njëra nga ju? I katërti. Gabim. Vendi i dytë. Po e tate dhe pak më parë, që votimi i publikut. Ishte Ishte që ndikoj. The Rest of the World është pikërisht votimi i publikut. Nuk e dinim që nuk e dinim se publiku The Rest of the World. E fituat gjithsesi. pas ka alternativa. Këngën Zjerm. Janë që trikit e ka peshë. 173 pikë, duke renditur Shqipërinë në këtë moment në vendin e dytë. Shumë duar trokitje nga publiku për Shqipërinë. Shumë duar trokitje edhe nga ne për Shqipërinë. Me qenë se jemi kënaqur me këtë performancë të tyre, jemi 15 me 10. Shkojmë në pyetjen e dytë për këtë lojë, është pikërisht pra loja e pikëve për Eurovisionin e fundit. Me sa pikë u vlerësua kënga Espresso Macchiato nga jurit profesioniste? 68, 78, 88, 98 apo 108? Po? 98. Përgjigje e saktë. 98 pikë. Po të kishin pizza margherita të kishin fitur më shumë. Jo Espresso Macchiato. Jo. Këngë Espresso Macchiato. Ka marrë virale e mundshme e këtij Eurosongu dhe le ta dëgjoj. I kam në fakt gati shumë debate. Sepse i ka mërzit pak italianët kjo kënga. Kam dëgjuar shumë debate përpara se të fillonte festivali. Kjo është që ne e shpresë se vitin tjetër bëjmë një këngë Rakis Krapari dalin parë. Po gjitha e Itali dhe që me thonë drejten, me gjithat muzikë të letë, nuk e ka bërë italiakte, ka bërë Estonia dhe italianët janë mërzitur për faktin që ata kanë përdorë. Normalin. Që të bëjmë të kështu shkoj kjo, por mirë shkojmë të pyetja e tretë, jemi 20 me 10, dhe shkojmë të pyetja e tretë për këtë lojë, në çfarë vendi u rendit Italia në rezultatin final në Eurovision 2025, në vend të tretë, të katërt, të pestë, në vend të gjashtë apo në vend të shtatë? Italia. Në të tretin nuk është, se ishte...
Ka për të votë në 7? Gabim. Për ty. 4? Gabim. Në vendin e 5, po ngrijeni atë zë, more, keni zë. Je në Po merrni mikrofonin të dëgjoj unë shalli, se po dëgjova unë nuk merr pikë. Ju bën 25 me 10. Me 10. 25 me 10. Asaj nota. Bravo, 99 je tregu. Shimal, me. Po se shikoj si shtuaj, me 10 pikuje. Egla e ka ndarë mundjen më son këngën, po deri në fund do e fitoj një bonus. Ne të sfidojmë performanca kur të ndojmë. Si e deri tani? Si duket? Je mirë, ke filluar ta kapësh? Do të përrohen publikisht. Po do të përrohen se të zgjedhin një këngë të Iliana Pashës, unë nuk e di domethënë. Më fali, besoj. Megjithatë, dhe le ta ndjekim këngën. Italia dhe vendi i saj 5, jemi 25 me 10, shkojmë tek pyetja e fundit për këtë lojë. Fokusohu pak, do të flasim për një tjetër këngë dhe një vend që në të cilin ajo u rendit. Është pikërisht pyetja, cila nga këto këngë u rendit në vend të 4? Voyage nga Zvicra, Barabada Bastu nga grupi suedez Kai, C'est la vie, Hollanda, Maman, Franca apo Bird of Prey, Ukraina. C'est la vie? Si Raziles të përgjigjeni të tani si nga këtu. Ne temi është Suedia. Po dhe Barabada Bastu. Ai s'është titull. S'ka pa, s'është titull. Nga ju besoni ju, se nga daroni. Aja nga ju besoni, të Suedia. Barabada Bastu, Barabada Bastu. Aja duket si shtë vjellori, si shtë vjellori, ose të zi titull këngë, Barabada Badada. Barabada Bastu, në ta ndjekim Barabada. Ata të gjithë si druvari ishin. Barabadu Bastu, mirë, ajo pikërisht ajo. Kjo ka më të film në 5. 30 me 10, thellohet, rezultati duhet të mbledhësh skuadrën e dashur. Edhe ne bëni një kështu. Ne po përpiqemi. Ta bëjmë sekreti, qëndron tek rënja e zikut. Bie Ziles, pastaj filloni dhe unë gjithoni. Okej. Po si rat, kush i bie pari Ziles? Edhe ne nuk do kalojmë në vetë kënaqësi, do përpiqemi prapë. Ne do vazhdojmë, domethënë. Do të jemi këta. Loja e detajeve, që është loja e tretë për mbrëmjen e sotme. Pyetja e parë për këtë lojë. Kaluam të dytën, domethënë. Po e mbaruat lojën e dytë. Jeni 30 me 10. 7. Po pas kemi të Kemi, po shikoj sa shpejt kalojnë. Shpejt, kalojnë bukur, muzikë. Shkem tek pyetja e parë. Pas sa vitesh këngëtarja polake Justina u rikthye në Eurovision për të përfaqësuar Poloninë? 15, 20, 25, 30 apo 35 vjet? I sojra. Hajde, shotni Klaudia. Ne, një shans. Po. 30. Përgjigje e saktë. Edhe mua më desh ta lexoja. Si shim nxep akoma ne. 30 vjet. Kënga Gaja u kthye pas vitit 1995 kur ajo ka kënduar një këngë dhe ka qenë pjesëmarrëse në këtë kontest. E ne nuk e kemi parë, fakt sepse ne në atë kohë nuk e shihnim në Eurovision. E di që ishte 30 Fiodora. Po flas për vete. Këtë janë çka tani. Për veten, që të ndjekim Neri, ne po flasim për veten, Neri. Ne po flasim për ta kemi parë. Edhe në Europë nuk ka qenë Eurosong këtë kapani këto 10 vitet e fundit. S'ka qenë. Që ne le ta ndjekim, ta kujtojmë pak. Ka qenë një Po qartësuam, u iluminuam, është 52 vjeçe tani ajo dhe do doja dhe unë t'isha 52 vjeçe si ajo, megjithatë. Tina Turner ka dalë deri 76 vjeçe. Bish, ke shumë të drejtë. Mirë, shkojmë tek pyetja e dytë për këtë lojë. Jemi 30 me 15. Pyetja e dytë për këtë lojë është. Ne vitin tjetër do të çojmë Adën. Se Ada bën 52 vitin tjetër, kështu që Ada, po ti je një beb, një duar trokitje për Adën, i merrim me atë polaken. Kemi Adën këtu. Qëllofsh. Do bëj palestër këtë vit, do t'ju nderoj. S'ke nevojë shumë mirë ti. Thjesht nëse kishim mendje. Pyetja e dytë është, sa balerinë shoqëruan këngëtaren spanjolle Melody gjatë performancës së saj? 3, 4, 5, 6 apo 7? është të bëmë. Rat, po. Ada. Duke qenë se kemi hamendësuar, Messi është gjithmonë i art. 5. 5
është përgjigje e saktë. A e dini? Se është edhe kjo, në goja kisha, ma pori në goja. Edhe kjo. E dinit me të vërtet? Jo, unë e dija. Po unë jam një ish balerin, fakt, edhe koreografit e Eurosong. Ore, si ka mundësi që gjithë këto vajzat e motit kanë qenë balerina, janë kështu... Për si tradit. Është si tradit? Dhe studio juridik, kështu që kam kaluar komplet në... Komplet në fushtet. Po si juridik? Nuk e di, më ka të reshur gjithmonë, drejtësia, gjithmonë. Ligje që bukur. Po, madje kam ndjekur shfaqjen ndërmjetëtura të zemëruar edhe ishte ishte shumë bukur. Meritan. Po ti jesh balerin, unë do kisha vajt për koreografi. Unë. Ajo ambicioze, ka thënë ti lëm këto baletit meren me balet, unë vetë po shkoj për me menaxhim edhe me lartë. Ka plot që e kanë nën baletin. Bukur, leta ndjekim pak. Për jemi 35 me 15, shkem tek pyetja e tretë. Çfarë lidhje kishin dy artistët që përfaqësuan Gjermaninë në Eurovision 2025? Burr dhe grua, motër dhe vëlla, shok dhe shoqe, kushurinj apo të dashur? Motër dhe grua? Ata që pas keni qenë me zile nuk e di. Po. Në Moraldo, qa ishin? Burr dhe grua? Gabim! Motër dhe vëlla. Motër dhe vëlla, përgjigje e saktë. Po mirë më jada, ti e di kape. Merën që që si kopë me vesh. Po merën që vesh. Ele në bak tata. Po kjo pacientë. Po kjo më mirë. Ele në bak. Ata ishin motër dhe vëlla, kënga baler, leta ndjek. Vazhdon të përmirësoj situatën e vet skuadra e Klaudias. Jemi 35 me 20. Shumë mirë, ju lumt. Po mi e gla. Përpiqemi, kemi konkurus. E ka ndarë më dhe mos të nga të moni. Nga ky Eurosong të vit, çfarë të ngeli një gjë në mendje? Penoj një nga netët? Jo, nuk e pash. Nuk e pash. Nuk e kam parë, unë kam parë. Po mirë. Se pranove të dhishtë në të program. Në emision nuk i theç për çfarë është? Po nuk e dija tamam tope që ishte Eurovisioni. Muzikë është okay. Muzikë shumë mirë. Rregullisht. Muzikë kemi shumë mirë. Ska gjë të shkemi në Eurovision të viteve të tjera. Ne shkojmë me pyetjen e katërt. Kur shikoj, dua balestin gjasoj, dhe do ndërin, duhet të shioj në jetë. me mos e ti bon të marë. Një kuptim të më të bravo, Eraldo a capella. Po kur dilte live aty në Instagram dhe këndonte. Kam hequr dorë. Ke hequr dorë? Po pse Eraldo? Pandemia më bëri ta gëm, po pastaj. Shkojmë tek pyetja e katërt dhe e fundit për lojën e tretë, ajo është në performancën e këngës fituese Wasted Love, kënduar nga JJ u evidentua një avion prej letre, flutur prej letre, zemër prej letre, diell prej letre apo anije prej letre. Po, anije prej letre, ja njeriu që e ka parë në vëmendje. Klaudia? Ka pëlqyer shumë. Po ju afroj. Koreografia. Shumë te këngës fituese. Shumë e bukur. Ja ta rikujtojmë edhe ne për gjithë ata që nuk e mbajnë mend, ka qenë një anije prej letre. Mblidhuni. Në fund të lojës së tretë ne jemi në rezultatin 35 me 25. Ne nuk e di, vendimi vështirë. E merituar. E merituane? Ja ta dëgjojmë pak me bendin ton. Jemi gati çuna për të vlerësuar skuadrën e parë, se çfarë performance pati. Gati 1, 2. Ne kemi çmimin e publikut. Eraldo. Dhe skuadra e dytë e Klaudias. Fituese me një 25 pikë që do të thotë që dolën 10 pikë përpara jush, sepse ju ishit 15 pikë para, kështu që automatikisht Sa jemi tani 50 me sa? 25, ata ishin 25, plus 25 shkojnë 50, ju jeni 35. 15 pikë pra mbrapa. Ka një se. Ju, me gjitha të mos më mërzisni, ne do të shkojmë në një tjetër performansë muzikore për të relaksuar dhe më pas në publicitet. Do të ndjekim tani Volevo Essere Unduro nga Lucio Corsi, përfaqësuesi i Italisë në vitin 2025. Jemi rikthyer pas kësaj hapësire publicitare në fest për të vazhduar garën tonë. Jemi në një avantazh tashmë nga skuadra e Klaudiës, e cila
deri në momentin e bonusit ishte në dizavantazh, por tani janë plot 15 pikë përpara. Jemi 50 me 35. Të arsit, nuk ta quhen si bonus. Arsi është gjithmonë djafta, nuk quhet, s'kemi gjojnë. Tani, shkojmë tek loja e të ftuarve special. E keni parë Eurovisionin këtë vit, e keni parë? Këtë vit, po. Ka pasur të ftuar special vërtet shumë interesant. Dhe pyetja e parë Unë i di të ftuarit. është si titullohet kënga që performoi Efendi si e ftuar speciale në Eurovision 2025. Alternativat janë Mata Hari, Dance, Mi Momento, Kleopatra, Bingo. Kleopatra. Po pse e thua? Po se shtypa. Jo, këtë e dinim, ne e dinim. Po ajo shumë herë. Ne e Ai bëri dinim më zhurmë. Hajde tani regjia, kush ishte i pari? Kleopatra ishte ai që e gjeti Eraldo. Leta ndjekë. Që vërtet më shumë. Ishte pikërisht kënga Kleopatra. Bravo, Eraldo Reqa. Mirë zilja. Si ishte, po ju nuk i punon dorë. Shiko, njëra me delikatesë jam kështu. Kurse ajo bëri zhurmë. Okej. Të pak në negla merë për si. Po një gjë ka përse. Në tjetër do i kim gjë bam. Pyetja tjetër për mirë, jemi 50 me 20, rezultati, do më diferenca është e vogël, 2 pyetje dhe Dhe kapim në këtë 2 pyetje dhe nes. Nuk ka më, do të toleruam. Kam një sedra. Bukur, Eraldo. Dhe të lejtë me ju. Gara është e hapë. Ti si natyrë si e neri, do me të një natyrë luftarake, për shumë kur los domino, ose kur los letra, ose do të fitosh pa tjetër, si e ke këtë stempin me lëre? Këto lodrave për skaçeve, kur kam qeni ri po, kësha që fitoj. Do e të fitoje. I kam arru me domino me për skaçve Po që. në një kuicë, në një këshu, ke këtë nervin që dalësh nëse zbën fitues. Po varet për qarë është kuici. Për shumë, që t'jemi sinqert, unë këtë festivalin, ose unë nuk është e pash gjithin, copa e kam pa. Edhe për faktin që ka shumë tekno. E ta themi, sikur bëhet festival për diskoteka, jo. Për mu, festivalin muzikor duhet jenë këngë. Ty vetë qëfar ritmesh të pëlqenë, qëfar të shion? Qa do loj, Europa kryesisht, Europa mbahet për muzikën e letë, edhe Gjermania, dhe Franca, dhe Italia e kanë tradit greku po ashtu, edhe ne. Dhe anglo-saksonit janë kryesisht e roku. Tani është bërë tekno e gjitha, duket sikur ti shef një festival për diskoteka. Dhe në fund fare, njëta gjë, po nuk për diversitet, pse kënga jonë ishte me bukra, po bëj analistime në padashme, sepse ne këshim rrujt autentike në shqiptarën, ishte motivi shqiptarë, dhe goditi. Për menimin tim, nuk e di mund ta kem gabim. Dhe goditi sepse ishte motivi shqiptarë, kurse të tjera janë pothuaj se njësoj, pak larmike. Për menimin tim. Që nuk e tjera dhe për këtë pjesë? Po mendoj që Eurovisioni tani është, po themi, skena eksperimenteve, shumë artistë ndërkombëtar marrin pjesë në edicionet e shteteve të tyre me këngë që ndonjëherë janë dhe të çuditshme, nuk i tingëllojnë as shumë si këngë, po ka një lloj eksperimenti brenda, nuk e di ku duan ta orientojnë muzikën, po ka diçka që nuk ngjan shumë si këngë. Ka diçka alternative. Mendoj se do të thonë viralitet. Ka diçka alternative. Frino macchiato është e gjitha për viralitet. Espresso macchiato, cappuccino macchiato, nuk ka rëndësi. Mirë, shkojmë tek pyetja e dytë për këtë lojë. Cilat këngë dy luftuan në arenën e boksit në Eurovisionin 2025? Voilà dhe Ziti e Buoni, Fuego dhe Toj. Rim, Tim, Tagi, Dim dhe Qa, nuk e di do me thënë. Stefania dhe Spaceman, The Code dhe Tattoo. Po. Ame. Toni e para e dyta e treta, se këngë s'keni që të rëzdi. Cila, e para, e dyta, e treta, e katërta, apo e pesta? Rim, Tim. Po. Përgjigje e saktë. Rim, Tim, Tagi, dhe Qa. E kësha pa. Rim, Tim. Të Rim, Tim. Kur je për Rim, Tim, unë aty. Si është e nga Cim, Ca. Po të një titull këngës si Italia, më falë. Ja ta kujtoj. Por të gjitha ta që mbaj mund ky ka qenë momenti kur shpalleshin pikët dhe dolën këngët përshëndetse. Kanë qenë këngët që kanë fituar vendin e dytë në vitin 2023 dhe 2024 në European Song Contest.
Dhe u skenua një skenë boksi, ku këto dy këngëtar këndon me njëri tjetrin. Duelet e këtyre kërcimtarë. Dhe shtrohet pyetja si jemi tani me pikët 55 me 40. Po ne. Apo jo. Ta ka shefi ada. Ma ka. E do pak pritoj. Njëri u më tara. Si ama Elmira, po googlon në që ka e përson po akoma fare. Ti? Me numerologji, për shumë numerologji, a kishte në një ditë saktë? Shtesh mua gjëra që nuk i them do. Mirë, atëre, më thuaj dy fjalë se çfarë sjell libri jot, që ne mos të ngatrojmë. Jo, libri im ka figura retorike, ka anaforën, për ata që nuk e din, është një term letrar i cili përdoret, të ka një notë dramatike dhe ka brenda shumë filozofi, ka psikologji, ka një mix zhanër është ndërthurur bashk. Janë pak a shumë si sentenca, janë si kuota, nuk është as poezi, nuk është as poem. Pra ka një gjë që është e krijuar, por ka bërtham brenda. Pra, ka mendim, ka një gërshetim midis shpirtërores edhe asaj të prekshmes. Pra, pas çdo fjalie, pas çdo shprehje, ti duhet qëndrosh gjatë edhe ti japësh atë shpërthimin tënd të brendshëm, ti japësh një definim përtej asaj ç'kam perceptuar unë. Pra, të lë hapësirë që të rikrijosh edhe përpos asaj. Do ma bësh dhuratë këtë libër se më bëre kurioze tani. Patjetër. Faleminderit. Çfarë me dhuratat? Bukur, shkojmë tek pyetja e tretë për këtë lojë. Çfarë elementi skenik u evidentua në performancën e këngës Réponds moi nga John Steers? Piano që digjet, pasqyra të thyera, gazetë që digjet, zjarr blu apo mëng që digjet? Era t'ju? Era shumë e parë. Të qënë onest? Era t'ju, po? Era Për të mos Era t'ju? Fatë, se mbase s'dëgjoj mirë vesh nga vesh i tja. John Steers është dhe yni dhe ne normalisht nuk duhet që ta mos e dini. Mos është në një gjë që digjet. humnim këtë. Që digjet, po, se kënja tre që digjet. Po me ko. Mëngë që digje, nga zesë që digje. E kemi drejtë. Hamni, Ada, thuaj e ti. Piano që digje. Ada, saj natë të servit. Do ndani mendjen ju tani. Pasqyrë që digjet, jo, nuk ka. Pasqyrë të thyre, jo, gabim. Mëng që digjen. Mëng që digjen. Përgjigje e saktë. Ada që një gjë që digjet, se për sa kohë diçka digjet. Dhe ne, po të na kishit ndjekur, se po ta kishim parë, kemi thënë që kanë qenë shqiptar me të djegura dhe me zjarr, po u ditë e gjithë dunjaja domun. Leti avon flagën me John Steers, mëngë që digje në performancën e tij. John Steers kishte flak në mëngët e tij, një artist shumë i talentuar, i cili në fakt nuk është hera e parë që merr pjesë në Eurovision. Po këtë vit ka qenë pjesëmarrës, nduket këtë vit ka qenë përshëndetës në si një nga përfaqësimet më të mira të Shqipërisë në Eurovision. Detaj shumë. Shumë i veçantë. Mirë, shkëm tek pyetja e katërt, jemi 55 apo 60. Jemi 60, më falni. 60 me 45. Klaudia Pustirer të gaboj. Përballohen si burrë Eral. Më rinë një pikë thjesht si lloj dhe e haroj. Çka ke Eral do të zonë? Po turpërohemi. Mos më si more, do si. Do fitoj. Se ne ka zërrada. Ama na vini ndonjë pyetje nga shëndetit. Çfarë pyetje do të tash shëndetit? Nga shëndeti me nga shëndeti. Ne kemi një javë që po përgatitemi ne. Mirë, që qënë kemi kapitetin se ne të fjas për sport se jemi. Jeni mirë, jeni të paktën ti, vile ne ke marrë për sipër, Po. Jemi okej. Ti që bëm këto kohë? Jemi në sezon edhe të gjithë kompanitë kanë atë fazën e tyre të punës edhe jemi full me punë të ngarkuar. Vera dje. Çfarë tërheqin më shumë udhëtimet, këto evente? Agjencia ime kryesisht është fokusuar në turizëm, duke qenë se Shqipëria aty po shkon, kështu që jemi të fokusuar në gjithë. Po, te turizmi pra është i gjithë fokusi, gjithë atyre që duan të bëjnë pak PR këto kohë. Shkojmë tek pyetja e fundit për këtë lojë, është pyetja e katërt, cilën këngë të Celine Dion risollën konkurrentët e viteve të kaluara në Eurovisionin e vitit 2025. Nëse keni qenë të vëmendshëm, do ta mbani mend. My heart will go on. That's the way it is. Ne parte pas moi. Faleminderit për frëngjishten. Zënjur si di frëngjisht, ne parte pas moi. All by myself, the power of love. Po.
kush do ta jepë përgjigjen e parë po. Dhe pikërisht ajo që unë e qava në frëngjisht është kënga që u kujtua për të... Bravo, shoqa jo! E mërë Geri, sa me lezet e bëri unë gatua që nga tua Fjodora ta. 50 me 60. Po do ta mësoja të frëngjishtë, një diu ta mësoj se. Këtu me zor po e prisja Selin Dion, se kanë të preferuar, po ajo nuk dole. Thuhet në parte pas sa mua. Në parte pas sa mua. Në parte pas sa mua. Përdet një pjesë Me pikët. 50 me 60, pra 10 pikë për para janë. Vetëm 10. Bukur, shkojmë tek loja e 5 për këtë mbrëmje të sotme dhe kjo është pikërisht loja e shteteve, nuk e di. Tu nuk jemi vetëm në një Eurosong, jemi të ndryshëm. Shkojmë tek pyetja e parë. Gjeni shtetet që numërojnë 7 fitore secili në historinë e Eurovisionit. Franca dhe Luksemburgu, Italia dhe Zvicra, Izraeli dhe Mbretëria e Bashkuar, Irlanda dhe Suedia, Spanja dhe Gjermania. Gabim. Irlanda dhe Suedia. Përgjigje e saktë. Irlanda dhe Suedia numërojnë nga plot 7. Se, tani, ato në gjinë në Eurovision në një mos të stilishtë. Veçer ndodhi. Një herë ju lutë mi. Klaudia. 7 herë fitues në Eurosong Contest janë pikërisht Irlanda dhe Suedia. Statistika, kush i ma me statistika? Pikërisht Loren dhe kënga Euroforia fituese e vitit 2012 në këtë kompeticion ishte pikërisht Suedia, pra. Shkojmë tek pyetja e dytë për këtë lojë. Pyetja është, në çfarë viti u përfaqësua Serbia dhe Malizi në Eurovision me këngën Lane Moje? Në vitin 2003, 2004, 2005, 2006 apo 2007? 2003. Gabim. 2007. Gabim. 2005 rrezik. 2005. 2004. 2004 në përgjigje e saktë. Po mirë more djalë. Pas 2003 vjen 2004 dhe ti duhet ta kujtoje këtë gjë. Lane Moje, një nga këngët që vjen më të bukura të Eurosong Contest që përfaqësonte Serbinë dhe Malin është pretenduar që ka qenë por ne mund ta dëgjojmë tani. Shiko Joksimovic në vitin 2004 vendi i dytë për atë kompeticion dhe jemi barazim. Bravo. Kështu si vajti. Do shkoj me shtesat në duke. Kokë, po. Me kohën shtesë. E tretë në lojën e shteteve është, Eraldo. Jeni gati për të në avantazh? Jeni gati ju? Për një garë. Cili nga këto shtete u rendit në vend të tretë në Eurovisionin e vitit 2001? Megjithatë alternativat janë Greqia, Spanja, Italia, Finlanda apo Estonia. Unë e di sepse e kam sugjeruar vetë. Po. Ja, fusim kot me. Ja, unë nuk e di. Eraldo, pra duket të Spanja. Greqia! Përgjigje e saktë. Unë mund ta sugjeroj shumë Greqin dhe grupin Antik, të cilët kam patur këngën Die For You. Pse? Sepse unë kam patur fatin të prezantoj koncertin e parë që Antik kanë bërë në Shqipëri. Mban mend Elena ka patur në fakt 2 pjesëmarrje. Ka patur një me grupin Antik që cilën po flasim dhe ka patur edhe një më veten jo Marilyn. Ajo Undercover. Fitun çmimën e parë. Jo, po më duket ka fituar çmimin e parë. Këtë ka qenë çmimi i parë. Ja, njeriu që vdes për Greqinë dhe Die For You. Jemi 65 me 60 në këto momente. Del sërish në avantazh skuadra e Adës. Duart lart, gati. Bravo, Julum. Julum, shkojmë tek pyetja e tretë për, më falni, pyetja e katërt për këtë lojë, se kështu unë vazhdoj tek e treta, po më ngritur tek e katërt.
Loja e shteteve. Pyetja është, gjeni këngën fituese të vitit 2003 në Eurovision. Gjejmë në që zbën. Wild Dances, My Number One. My number one. Prit të mbaroj. Every Way That I Can. Everybody I Want. Në vitin mo. Gabim, në vitin 2003. My number one. 1 minutë të shikojmë. You are the one. Gabim, Gabim. Edhe njerë tani se kuptua. Atëherë një njerë, keni gjetur 2 alternativa Gabim. Kush ishte Gabim? Okay? My Number One është Gabim. Dhe tjetra? Edhe Wild Dances. The Wild Dances është Gabim. Atëherë di unë. Okay? Everywhere that I can. Every Way That I Can. Është Serta Elenera Turqia. Në vitin 2003. Se nuk fituat, nuk kërceni fare, po të shpëni kështu. Nuk knaqëm ndë. Jo, nuk është ndaluar. Klaudia sa do mërzizë. Shefi është ndaluar me lish. Më Klaudia s'kishte lindur. Nga skuadra e S'kishte Klaudia. lindur. E po e pas ka një avantazh tjesh pak më i lindur. Si pak më moshëm thuaj. Lindur ti Klaudia ka ditë që të bëjmë pyetje. 2004 pas Një vit më dhamë. Po ti do ta dihet çfarë ndodhi një vit më parë. Duhet djeti. Nga 1974 ke 2004 ata. Serta Elenera dhe jemi 70 me 60. Jo, jemi 75, me çfarë? Mirë dhe ti. 70 se nuk na dalin pikët. Dy para je, bëjë si më peskaç. Dy para je. 70 me 60. Unë e di ndryshe. Po mos u shish. Po do bëjmë Gabim, me gjithë të Asnjëherë. shkojmë tek loja e 6 e shikon. Po ja, prohet loja e fundit. loja se duhet. 4. A kjo lojë ka 4, kjo 6 ka 4. Ka 4 pyetje. Po, kemi pastaj edhe një lojë. Ne jemi 10 Kemi një pikë lojë përpara. akorde dhe përfundojmë, mos u mërzit. Edhe 25 tonë. Po pse nuk ka shumë nuk u lodhi? Je bosi kryeministri ku Nuk e di. Llogari o Olimbi. Jeta është llogari. Bukur. Loja e dueteve, këngë nga European Song Contest interpretuara nga artistët e rinj në festivalin e 62 të këngës. Artistët shqiptar të rinj kanë interpretuar këngë e 63. Ha më jata. Pra, vitin e kaluar, këngëtarët e rinj kanë interpretuar këngë të Eurosong Contest. Ta marrim me sportivitet. Bukur. Kush e këndoi këngën Arcade në festivalin e 62, kënga Arcade? Eden Baja dhe Angela Laha, Shpat Deda dhe Irma Lepuri, Jasmina Hako dhe Maleret Koceri, Santino De Bartolo dhe Luan Durmishi, Stivi Ushe dhe Bledi Kaso. Po. Jasmina dhe Mali. Gabim. Shpati dhe Irma. Gabim. Atëherë Stivi Ushe dhe Bledi Kaso. Përgjigje e saktë. Stivi Ushe dhe Bledi. Në mos mëra, tjetra. Po këtë nga rarë pjesë dhe Kujtua pak a shumë. Me janë pikërisht ata, Stivi Ushe dhe Bledi Kaso kanë kënduar Arcade. Ka ca gjëra që më kanë shpëtuar dhe arriti ëndrrën e tij që u bë realitet 75. Sa po I mori dhe I futi në xhep për fitoren e tij, kështu tha, do dal fitues, kështu që ju s'keni pse ta lejoni, ndaj shkem tek një pyetje. Domethënë do të dyhet programi diçka. Çfarë nuk e qezon? Për shembull, E çon dikat. dhe një pyetja është, cilën këngë performuan në duet Olsi Ballta dhe Irina Sejtlari në natën e nostalgjisë insieme? Hard Rock, Alleluja, Ziti e Buoni, Only Teardrops, Rise Like a Phoenix. Rise Like a Phoenix. Gabim. Amba fani. Se do ta thoni. Ziti e Buoni. Gabim. Hard Rock, Alleluja. Hard Rock, Alleluja. Na vjen keq, ë? Hard Rock, Alleluja. Hard Rock, Alleluja. Me Almira Ngria të zëtit. Po nuk po shkruan, po flet. Kapi çik zëri. Hape. Hard Rock, Alleluja. Pjesa e aktrimit. Hard Rock, Alleluja.
ka qenë kjo. Shkojmë tek pyetja tjetër për interpretimet që kanë bërë artistët e rinj. Pyetja e tretë, sa jemi 20 pikë para ua. Wow, 85 Merrni zilet, keni dhe 3 pyetje për këtë lojë. Pyetja është 2 pyetje në fakt. Këngën përfaqësuese të cilit shtet risolli Jehona Ponari dhe Martina Sereqi në festivalin e 62? Gjermania, Italia, Ukraina, Danimarka apo Greqia? Po. Ukrainas. Ishte pikërisht Claudia. Ndoshta Ukrainas. Ndoshta. Edhe është kënga e famshme Wild Dances. A këngët në fakt më të bukura. Unë e kam shumë qef. Opa, jo shumë shpërthyes. Kam qenë i vogël, po kam një memorje. E banë mënda të shpërdimit. E ka qenë me të vërtet shumë shpërthyese. Dhe loja përfundon me pyetjen e 4. Merhaldo, jemi në fund të kësaj pyetje. Edhe për Tiranë kemi nëse nuk është dhe gjvap, mos ankohemi kot tani. Kondicionerët e kanë bërë pyetjen e pyetjen e kanë bërë pyetjen e tyre të 4, e cila Faleminderit shumë Geri. Në mënyrë sistematike sot më keni identifikuar me gjithë lapsuset e mia, por mua më pëlqen sepse tek e fundit jam vetvetja. Bukur. Shkojmë tek pyetja e 4 për këtë lojë apo jo Neri, njeriu duhet të jetë spontan, siç kuptim gati jemi kaq perfekt. Bëjmë laps në televizion normal. Jemi gafa bëjmë. Ne do bëjmë një stilo laps me qenë se ato bëjmë. Bukur, pyetja e 4 është, kënga fituese e cilit vit u interpretua nga Troy Band dhe Peter Pan Quartet? 2018, 2019, 2021, 2022 apo 2023? Po i rat ju, po. 2021 përgjigje e saktë. Apo e kam gabim? Po, 2021. 2021 dhe është grupi Maneskin. Nisnishim. Nëse ju keni përgjigje tjetër, me qaf paçi veten. Shërece që nuk e pranon humbjen, në fakt jeni vetëm 10 pikë diferencë jeni tani. Fituan ata, pritani se nuk kam mbaruar kjo lojë, ka dhe një finale shumë të bukur, merr gjithsesi. Ne jemi 70 me 60, kështu që jemi 80 me 70. Më falni, 80 me 70, gjithmonë unë i ul nga 10, por rëndësishme është që keni 10 pikë diferencë. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi pas pak. Muzika e lehtë shqiptare në mbush me ritëm, në mbush me emocion dhe është pikërisht ky emocion që na shoqëron në mbrëmjet tona në fest. Fal rrjetit më të fuqishëm 5G në Shqipëri që është pikërisht Vodafone që na mbështet në emisionin ton. Faleminderit Vodafone që je pjesë e jona. Mirë, do nisim më një herë me muzikë dhe me një këngë të interpretuar nga Arsi Bako, është Arcade nga Duncan Lawrence. Ta ndjekim. Mirë, shkojmë tek loja e pantomimave. Unë do të ftoj këtu tani kapitenin e skuadrës së parë, e cila do të jetë ajo që do të ketë mundësinë të gjejë një titull këngë ose më saktë të interpretojë nëpërmjet pantomimës një titull këngë që duhet ta gjejë skuadra e saj. Sa më shpejt që ti të kesh mundësi Ada, që ata ta kuptojnë këngën që ne kemi zgjedhur, aq më mirë do të ishte. Sepse kështu shpallet fitoria. Bukur. Kënga që ne kemi përzgjedhur është pikërisht kjo. Dakor, dhe shpresojmë që ti t'ja dalësh nga ana e pantomimave. Rri në mes aty, Ad, bëu gati, e gati. Nes. Si, po ngrihet zërin Elmir. Nesër. Po gjetëm ne. Do ikim vrapojnë? Nesër ecim? Nesër shkoj. Nesër shkoj! Përgjigje e saktë e Mikesha e radio se Tita, do të bie një dau, tita, e gjithë bota le të lunde kënga të filloj. Bravo Eraldo. Mirë, se ti po Se ti të një dhe një jam forë. Skojmë këtu Claudia nga skuadra tjetër për këngën e saj dhe për titullin. Ja të shojmë. Më të vështiri keni gjetër, ha? Ja të shojmë të tia. Eglat pak të një gjë. Ne mund ta gjejmë apo jo? Qëndrojmë. Mund ta gjejmë dhe ne? Ti mbojmë ato. Ti. Këto va, nëse gjejmë. Kjo zeza. Po, okay. Ktheu. Hajde, tok. Ktheu, tok. Ktheu tok. Jo tokës. Ktheu tokës. Shoqja ime ti. E papari
kam përshtypjen se këtu jeni barazi, nuk ishte të ndoshta ndryshe që të dy i gjetën. Kënga ka ngritur në fund atëre. Shkëntit bonusi jonte të është kënga që do të interpretojmë. E nisim një njerë me skuadrën e parë, e cila do të interpretoj Espresso Macchiato. Nëse fitoni plot 25 pikë, shkojmë direkt tek vendi i interpretimit. Espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato con mi amore. Espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Bravo Dora! Mirë, do të shkojmë për këngën e skuadrës tjetër, do të shkojmë lart shumë dhe jemi në një këngë që ka përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision. It's all about you, the things that I do. The rest of the world don't understand me. You're all that I dream, everything that I need. 'Cause when you are gone, I feel so empty. It's all on the way you look at me. You're driving me crazy. It's all about you, all the things that I do. You are my life, 'cause you make it amazing. Filloj plasi sheri këtu palentani. Unë mendoj që për vit sportën që bën se nuk mund të këndosh në Juliana Pasha. Tash. Ja japim. Jo. Shiko, unë them. Dora ti do ta bësh programin vitin tjetër? Mos të vim në ata. Që po i bën presion. Unë bëj barazim këngën dhe ju fitoni gjithsesi skuadra e Adrës. Unë mi falenderoj shumë që ishit me mua, Klaudia Egla, Neri, Geraldo, Admira, Ada, falenderoj të gjithëve që na ndoqët bashkë të takohemi sërish të dirën e ardhshme. Mirupafshim. Ne kemi kapur herë tjetër ta shihni ju. Në fest nga Fjodora Fjora.